Pse na jena të prapambetur? Pejgamberët e Zotit kanë qenë edhe më të ofenduar se besimtarët. Pra nuk ka pejgamber që ka ardhur e që populli nuk është tallë me ta. S'ka pejgamber. Çfarë tmete ka pas Nuhi, pejgamberi i Zotit? Çfarë tmete ka pas Ibrahimi alayhis salam? I pyesim këta mohust. Pse na jena të prapambetur? Dhe fillojmë i thonë ata disa arsye të veta. Na jo argumentojmë juve se nuk është problemi te na. Dine që nuk është problemi te na. Dine se s'është. Se problemi nuk është te na, e argumentojmë atë se pejgamberët e Zotit kanë qenë edhe më të ofenduar se besimtarët. A kanë pas tmeta pejgamberët e Zotit? Çfarë tmete ka pas Nuhi, pejgamberi i Zotit, që nuk e pëlqyn populli vet? Çfarë tmete ka pas Ibrahimi alayhis salam? Çfarë tmete ka pas Musai, Isai? Allahu në Kur'an e përmend. Ja hasratan ala al-ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastehziun. Pra nuk ka pejgamber që ka ardhur e që populli nuk është tallë me ta. S'ka pejgamber. Asnjë pejgamber. Pra Allahu thot asnjë pejgamber nuk ka që ka ardhur e që një pjesë e popullit, pra mohus, nuk janë tallë me pejgamberët e Zotit. A kanë pas tmeta pejgamberët e Zotit? Çfarë tmete ka pas Ibrahimi alayhis salam? Po Musa alayhis salam çfarë tmete pat? Po Meriemja çfarë tmete pat? Që Allahu xheleshen u tha e dallum mbi krejt gratë e botës. Për Meriemin dhe për Isain Allahu po përmend Kur'an, po thot dhe ata thanë buhtane në adhima, shpifje të mëdhaja, fjalë të mëdhaja, fyrje të mëdhaja, sa që Allahu nuk i vënoi në Kur'an ato fjalë drejt për drejt që ka thonë, për ta ruajtur dinjitetin e Hazreti Meriemës. Sepse na e dim një fe çfarë thot për Meriemin dhe çfarë thot për Isain alayhis salam. Pra Meriemja një grua e sakrificës, një grua e cila Allahu e përshkruan edhe dhimbjen e saj, edhe vujtjen e saj, edhe ndjenjat e saj i shfaq. Për çka? Mi u tregu krejt besimtarve, duke ju thonë se kjo është shembull deri në kiamet, se si duhet qëndrohet në besim. Pra, edhe ufin e saj e cila bën, kur thot pra, uf sikur të mos isha. Nga dhimbjet e saj që Allahu xheleshanu i përshkruan ato në Kur'an, për t'ju treguar besimtarve dhe për t'ju treguar grave të besimtarve që duhet qëndrojnë në rrugën e Allahut fort.